إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفلنرم الله باشا مشيرة بكيمة الله تشوفشن بمت الداشرين الله بتدرجول محمد صلى الله عليه وسلم بفاميليا نتيجناش ماذا شوكت أتيفزنك. Vazhdojmë me mësimin e radhës. Tash këto pasi që e kuptuam se germat qysh shkruhen në fillim, në mes dhe në fund të fjalës, tash mundemi me hyrë edhe në fjalë me lexu. E kena mësuar se kur t'jen kjo vi e pjert tek nalt pak, qysh është këtu, mbish germ është atë, cila është, çka është ajo? E. Ajo është zanoria e shkurt. E, po. Nuk është as e, pas A. A bëhet kur bëhet A? T'jen shkronjat e forta. Po. Dhe bëhet A e rond. Po. Dërsa këtu, tash, në kombinim me këtë germ, e shohim se këtu kemi një fetha, po. Po. Kemi fetha. Në kombinim me këtë shkronjë, me këtë germ, çysh lexohet? Ajo është shkronja del, që tani lexohet D. Po, D. D. Tani na dim se shkronja del nuk lidhet nga ona e majta, po. Po. Tash vjen raja. D, ra, ke. D, ra, ke. D, ra, ke. Vet lexoj vet? D, ra, ke. Po. Kjo çysh është? Tash lexoj ti, Smerald. D, ra, gje. D, ra, gje. D, ra, gje. Gabimin që e bojnë shumë fillim, se ai fillon me shqiptu, duke mendu pastaj vazhdon edhe e bon zanorën më të gjatë se sa duhet. Për shembull, gënda ka dale, duke e thonë D, ra, gje, ama ajo ndryshon pastaj. Sepse ti të rhaja tash i ke vendos një elif që po e lexon apo thon. Prandaj duhet me shiku mirë një herë çka po shkruan, e mendon, cila shkronjë është kjo? D, kjo ra, të dyt kanë fetha, D, ra, edhe kjo gjimi me fetha, gje, D, ra, gje. D, ra, gje. Kjo? Werade. Mirë. Kjo? Wazana. Wazana, po, kjo? Wazara. Wazara, bravo. Kjo? Razaqa. Razaqa, bravo. Shumë mirë. Tash, kjo? Dhahaba. Dhahaba, shumë mirë. Kjo? Wajaba. Edhe jo të nderuam, që në duke pa videon, ata që do të mësu tash, përsëritne vet, jo thune shqiptone, edhe e shifni pastaj apo e shqiptoni mirë. Wajada. Wajada. Prandaj unë e shqiptoj sa herë. Këtu po du me fut një këshill, se cili prej jush është mirë edhe kur ta mësojmë tash leximin e Kuranit, me shku tek ndonjë hoxh personalisht edhe me pa se ç'po lexon. Do thon para hoxhës me lexu, edhe me shiku a ka shqiptimin komplet në rregull ajo. Sepse kjo, do thon padyshim se kjo është një mundësi që na ka mundsuar Allahu Azza wa Jall, na ka lehtësu, edhe që po e shfrytëzojmë, më lehtësu atyre që do të mësu leximin e Kuranit në mënyrë të thjeshtë, ama do thon është shumë e rëndësishme që me shku tek ndonjë hoxh edhe me shqiptu para hoxhës, me lexu para hoxhës që ta shohë apo lexoni mirë, apo lexoni qartë, apo e shqiptoni qartë ajo. Edhe kjo? Walada. Kjo? Jalada. Kjo? Kadhaba. Jadhaba. Kjo? Jazara. Se kjo është e rondë, është kjo fetha, ra është për të fortave, prandaj bëhet Jazara. Kjo? Taraka. Taraka. Bravo. Taraka. Bravo. Shumë mirë. Kjo? Nazala. Shumë mirë. Tash unë i ceke e ti lype për këtyre
8-ve këtu, ose 10 ka qenë. Këtu, për këtyre 10-ve. Sadara. Cila? Sadara. Këtu. Bravo. Mirë. Hajde tash. Kjo, gjysh lexohet. كسر Bravo. Kjo, كسب kjo, كتب kjo. حلب Halebe. حلب Apo shef, krejt shkronjë këtu janë të lidhme. Se janë prej shkronjëve që lidhen. Tash këtu, apo shef, këtu, nga ona e majt. Apo lidhet ajo? Ja, Pse nuk po lidhet? sepse është shkronja Se wa. është shkronja waw prej shkronjave të cilat nuk lidhen nga ona e majt. Po. Vetëm nga ona e djathtë. Po. Tash, këtu çish lexohet kjo? وثب Kjo? رزق Kjo? صدق Sadaqa. صدق Kjo? فرق Faraqa. صدر Sadara. صدر Qadara. قدر Bravo. Kjo? دخل Po, pse s'po thu këtu dekhele? Pse s'po thu? sepse është me pik. Po, ose është ha. Është ha. Po, haja është prej germave të forta. Po. A këtu po thu de. Po. E leta për de. Po. Nuk po thu da. Po, sepse është del dhe jo Po, se është prej shkronjave të buta. Dhe jo Prej germave të buta, po. De, ha, le. دخل Kjo? خالد Bravo. Khalede. Kjo? رصد رصد Po, mirë. Është përsove. Sa, de. Shef, رصد kjo de është pak ma e lehtë, është se është e butë. A më këtu dy janë tronda. Ra, sa, de. Gabim është me thonë re, sa, de. Re, sa, de. Të na e bojnë disa qëto, a më është gabim, se kjo është e fort. Ra, është rond. Nuk është e edhe lehtë. seja është e rëndë. Po. Kjo? حسد Hasede. Allah në rujt prej hasedet. Po. Hasede. 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 Bravo. Qatele. قتل خلق Khalaqa. خلق Khalaqa. خلق Khalaqa. خلق Bravo. Kjo? وقب Waqaba. Edhe ju të ndërum, lexoni tash kur po aludoj unë, më njëherë jo mundoni me ditë çysh është përgjigja. Ose nëse shkon pak më shpejt, atëherë mundi me dal stop edhe me ditë cilja është kjo çysh lexohet kjo. نصر نصر Bravo. Nasara. نصر Kjo? خبر Pa e grith mirë zbon. Khabera. خبر Khabera. خبر Kjo? صبر Sabera. Me bo sabër. Po. Allahu na dhash sabër gjithmonë. آمين Allahu na ndihmoft. أبد Normal, në fjalë, këtu veç kam si shembull, apo se në fjalë normal duhet me ardhë me hemza këtu. أليفي Po elifi e, do të thonë, e bart hemzën. Edhe hemza e ka elifin si bartës, në fillim mujtet me ardhë e hemzeja me harakete. Po. Do të thonë me fetha, damme ose kesra. Nëse elifi normal nuk vjen. Këtu veç si shembull kam pru. Këtu me hemzë normal duhet ebede, أبد ebede, أبد ejara, أجر emera, أمر ekele, أكل ejele. أجل Shikoni mirë dhe kujdesni mirë qysh janë shkrujt. Ku janë lidh edhe ku nuk janë lidh. Ebeqa, أبق efeke. أفك Kjo cilë është? Qysh më lezu? أفل Efele. أفل Efele. Kjo? أخذ Ekhadhe.
أخذ أخذ po. Se del përshë ka një pikë këtu. ذا Më thënë bot dhel. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إنهم للرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح